Në luftë me pluhurin, Bashkia intensifikon pastrimin e qytetit. Bashkia e Vlorës ka ndërmarrë një nisëm të rëndësishme për përmirësimin e pastërtisë dhe cilësisë së jetesës në qytet, duke i kushtuar një vëmendje të veçantë pastrimit të rrugëve dhe hapësirave publike nga pluhuri dhe papastërtitë. Këtë të premte në kuadër të kësaj nisme, në rrugët e qytetit kanë dalë mjete moderne teknologjike të pastrimit, me qëllim pastrimin e zonave urbane ku grumbullohet më shumë pluhur, për shkak të qarkullimit të lartë dhe punimeve ndërtimore në zhvillim. Pjesë e aksionit është edhe autofshesa, një makinë e pajisur me teknologji të lartë që ofron një nivel të avancuar pastrimi. Kjo makineri është projektuar për të përthithur pluhurin dhe mbeturinat e imta në mënyrë efikase, duke siguruar një mjedis më të pastër dhe më të shëndetshëm për qytetarët. Aksioni është zhvilluar në disa nga rrugët dhe lagjet më të frekuentuara të qytetit, ku ndërhyrja ishte më urgjente. Ky është një hap i madh në kuadër të strategjisë së Bashkisë së Vlorës për përmirësimin e infrastrukturës urbane dhe standardeve të jetesës në qytet. Bashkia ka për të ditur se aksionet të tilla do të jenë të vazhdueshme dhe do të shtrihen në të gjitha zonat e qytetit, në mënyrë që Vlora të jetë një qytet më i pastër, më i rregullt dhe më mikpritës, si për banorët, ashtu edhe për vizitorët. Për një mjedis të pastër dhe për të mos pasur pluhur në rrugët e qytetit të Vlorës, Bashkia e Vlorës ka nxjerrë mjete teknologjike, të cilat këtë të premte pastruan rrugët kryesore të qytetit, por që do ta shtrinë këtë ndërhyrje edhe në brendësi të lagjeve. Si pjesë e aksionit për një qytet të pastër dhe pa pluhur, Bashkia e Vlorës dhe ndërmarrjet e saj kanë pastruar rrugët edhe me ujë me presion, 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në pasdite.